Nga New Yorku në Sydney, viti i ri 2015 është shkruar me fishek zjarre, muzikë dhe spektakël dritash. Qytetet më të mëdha në botë dukeshin sigurisht në një garë zbukurimesh me njëri tjetrin. Qendra e New Yorkut, Times Square, si çdo vit ishte mbushur me qytetarë që prisnin countdownin tradicional për natën e ndrimit të viteve. Ndërkohë Londra, kryeqyteti i fundit evropian që priti vitin e ri 2015, ishte një spektakël i vërtet fishek zjarresh. Në Francë, qytetarët kishin mbushur bulevardin kryesor, ndërsa festimet ishin përqendruar në Arkun e Triumfit, që ndër të tjera ofroi dhe një spektakël dritash. Festime spektakulare pati edhe në Amsterdam e Berlin. Zelanda e Re ishte shteti i parë që priti natën e ndrimit të viteve. Festimet u pasuan në Australi, Kore, Kinë dhe vende të tjera aziatike.